10 vendet me më shumë drithëra në botë. Australia. Ajo është një eksportues kryesor global dhe prodhues i fortë i grurit, i ndikuar shumë nga moti dhe klima në tërësi. Roli i saj në zinxhirin global të furnizimit me ushqime është jetik, kryesisht për shkak të ciklit të saj të prodhimit kundër sezonal dhe pozicionit të saj strategjik në krahasim me Azinë. Australia është vazhdimisht një nga 10 eksportuesit kryesor global të drithrave dhe është një furnizues i besueshëm dhe me cilësi të lartë i drithrave, farërave vajore dhe bishtajoreve, duke shërbyer kryesisht në tregjet në Azi dhe lindjen e mesme. Gruri është kultura më e madhe e Australisë deri më tani dhe ofron një forcë kritike stabilizuese për tregun botëror. Ndryshe nga prodhuesit e hemisferës veriore si Shtetet e Bashkuara, Kanadaja, Ukraina apo Rusia, të cilat korrin në ver, Australia korr në fund të pranverës dhe verës së hemisferës jugore, nga nëntori deri në janar. Kjo do të thotë se del në treg pikërisht kur rezervat e veriut po paksohen, duke siguruar disponueshmërinë e vazhdueshme globale. Kanadaja. E njohur për fushat e saj të gjëra dhe të hapura, Kanadaja specializohet në kultura tolerante ndaj të ftohtit dhe me përmbajtje të lartë proteinash dhe është një furnizues kyç për tregjet shumë të kërkuara të Amerikës së Veriut dhe Azisë. Ndryshe nga vendet që përqendrohen kryesisht në misër ose soj, prodhimi i Kanadas është i përshtatshëm në mënyrë unike për klimën e saj, duke i lejuar asaj të dominojë tregje specifike globale me vlerë të lartë. Për të marrë vetëm një shembull, gruri kanadez perëndimor i kuqi pranver është i famshëm globalisht për përmbajtjen e tij jashtëzakonisht të lartë të proteinave, e cila është thelbësore për prodhimin e bukëve speciale, makaronave dhe mielrave premium. Veçori e Kanadas është gjithashtu eksporti i bishtajoreve, duke përfshirë thjerëzat, duke u renditur e para në botë dhe bizelet për eksportin e të cilave është gjithashtu ndër vendet kryesore. Ukraina. E njohur si shporta e bukës së Europës, ajo ka qenë përherë një prodhues i rëndësishëm i grurit dhe elbit. Prodhimi bujqësor i vendit është i përqendruar në 3 grupet kryesore të mallrave që janë thelbësore për sigurinë globale, ushqimore dhe industrinë e ushqimit të kafshëve: vaji i lulediellit, misri dhe gruri. Ukraina është vazhdimisht prodhues dhe eksportues i madh në botë i vajit të farave të lulediellit. Kryesisht, ajo kontrollon mbi 40% të tregtisë botërore të tij. Ky vaj është një përbërës themelor i përdorur globalisht për gatimin dhe përpunimin e ushqimit. Ukraina është gjithashtu një nga eksportuesit kryesor global të misrit, i cili dërgohet kryesisht në Europë, Azi dhe lindjen e mesme, ku është jetik për të përdorur në ushqimin e kafshëve. Sa i përket grurit, prej dekadash renditet ndër 10 eksportuesit më të mëdhenj botëror. Avantazhi gjeografik i Ukrainës është qasja e saj në detin e Zi, i cili është thelbësor për tregtinë ndërkombëtare. Argentina. Argentina është një nga eksportuesit kryesor bujqësor në botë, me fokusin e saj kryesor në farat vajore dhe drithrat, në veçanti grurit. Për produktin specifik siç është soja, ajo është një forcë dominuese në tregun global, ndërsa disa vende të tjera mund të prodhojnë më shumë soja të papërpunuar. Kontributi kryesor i vlerës së shtuar Argentinës është në produktet e sojës, siç është mielli, i cili është thelbësor për ushqimin e kafshëve në nivel global, apo vaji i sojës, tejet i rëndësishëm për industrinë ushqimore. Vendi ka një kapacitet të jashtëzakonshëm përpunues, domosdoshmërisht për këto 2 kategori. Argentina është gjithashtu një eksportues global jetësor i misrit, së bashku me Shtetet e Bashkuara dhe Brazilin, përbën 3 furnizuesit më të mëdhenj global. Ndër drithrat kryesore të kultivuara, ajo konsiderohet më e rëndësishme për grurin, elbin dhe farat e lulediellit. Klima e vendit, sidomos në rajonet e Pampas, është ideale për bujqësinë.
Rusia. Rusia është një nga furnizuesit më të rëndësishëm të grurit në botë. Ajo ka një kapacitet të madh prodhimi, të nxitur nga sipërfaqet e gjëra toke pjellore bujqësore, veçanërisht në rajonet jugperëndimore. Ky pozicion i bën politikat e eksportit dhe rendimentet e korrjeve të Rusisë shumë ndikues në çmimet ndërkombëtare të maldrave dhe furnizimet me ushqime, veçanërisht në lindjen e mesme dhe Afrikë. Kombinuar me Ukrainën, rajoni i Detit të Zi përfshir Rusinë historikisht përbën afërsisht 1/4 e tregut global të grurit. Ndërsa gruri është eksportim më i rëndësishëm, Rusia është gjithashtu një prodhues i madh global i elbit, vajit të lulediellit, drithrave në tërësi dhe plehrave kimik, të cilat kanë ndikim të drejtë në zhvillimin e industrisë ushqimore dhe bimësisë. Këto karakteristika bëjnë që Rusia të jetë një shtyllë themelore e sistemit global ushqimor, si eksportuesi kryesor i grurit dhe si furnizuesi kryesor i plehrave të nevojshme për bujqësinë globale. Veprimet dhe politikat e saj tregtare kanë një ndikim të menjëhershëm dhe në shkallë të gjerë në çmimet e ushqimeve dhe zinxhirët e furnizimit në të gjithë botën. Bashkimi Evropian është një prodhues kryesor i grurit dhe elbit nëse konsiderohet si një blok i vetëm prej 27 kombesh, duke e bërë profilin bujqësor tepër të larmishëm dhe të rregulluar mirë. Forca e drithrave të Bashkimit Evropian qëndron në kulturat e buta të kultivuara kryesisht në Francë, Gjermani, Poloni dhe Spanjë. Produktet e këtyre shteteve, veçanërisht sa i përket grurit të bluarjes me cilësi të lartë dhe që përdoret për bukë, alternohen rregullisht në tregjet globale me Rusinë, Shtetet e Bashkuara dhe Kanadan si eksportuesit kryesor. Pavarësisht prodhimit masiv të drithrave, Bashkimi Evropian është një importues i madh në to, si dhe në produktet e saj kryesisht me origjinë Brazilin dhe Shtetet e Bashkuara, importe që ndihmojnë ushqyerjen e industrive të gjëra të qumshtit dhe mishit. Kjo varësi e bën bllokun të prekshëm ndaj luhatjeve në tregun e Amerikës së Jugut. Prodhimi i brendshëm bruto është tipar i përcaktueshëm i bujqësisë së Bashkimit Evropian, duke ndikuar në gjithçka, nga stabiliteti i çmimeve deri tek praktikat mjedisore. Fermerët e Bashkimit Evropian duhet të përmbahen disa prej standardeve më të rrepta të sigurisë ushqimore, mirëqenies së kafshëve dhe mbrojtjes së mjedisit në botë. Kjo rrit kostot e prodhimit, por rezulton në produkte me cilësi të lartë dhe të preferuar nga shumë konsumatorë. India. Ajo është prodhuesi i 4 për drithrat në tërësi dhe i dyti më i madh në botë për orizin dhe grurin, duke e mbështetur popullsinë masive dhe nevojat e larta të konsumit. Ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Brazili përqendrohen në eksportet dhe Kina në konsumimin e brendshëm, India ka prioritet domosdoshmërinë absolute të vetëmjaftueshmërisë për popullsinë e saj të gjerë, duke nxitur metoda unike prodhimi dhe ndikimi në treg. Struktura e organizimit bujqësor karakterizohet nga një numër i lartë fermash të vogla dhe ndërhyrja e thellë qeveritare përmes skemave inkurajuese. Kultivimi i orizit është një nga rëndësitë më të mëdha, njëkohësisht ai është shumë i varur nga ujitja dhe klima sezonalitetit që sfidojnë sigurimin e ushqyerjes për mbi 1 miliard njerëz. Zonat veriore Punjab, Haryana, Uttar Pradesh formojnë shportën e bukës së vendit, duke prodhuar sasi të më të mëdha të grurit, të cilat blihen nga qeveria për ruajtje dhe shpërndarje. Madhësia mesatare e një ferme në Indi është e vogël, rreth 1.0.8 hektar, duke e bërë përdorimin e makinerive të teknologjisë së lartë në shkallë të gjerë jo praktike. Bujqësia është punë intensive dhe me rendiment të ulët në krahasim me sipërfaqen e tokës dhe për rrjedhoj, qeveria indiane operon një nga programet më të mëdha të sigurisë ushqimore në botë, duke përfshirë sistemin publik të shpërndarjes, i cili ofron drithra të subvencionuar për të varfrit. Brazili, një prodhues masiv dhe me rritje të shpejtë më shumë në fushën e sojës, megjithse soja nuk është drith, Brazili është gjithashtu shumë influent në kultivimin e misrit.
Zgjerimi i shpejt gjatë 20 viteve të fundit ishte një shtys për përparimet teknologjike dhe toka e gjerë e pashfrytëzuar. Të gjitha këto komponent kanë formësuar plotësisht peizazhin bujqësor. Shkencëtarët zhvilluan varietete unike farash që aftësohen të lulëzojnë në tokat tropikale dhe subtropikale të rajonit të gjerë Cerrado, i cili më parë konsideroi i papërshtatshëm për bujqësi. Prodhimi i misrit në këtë vend është unik sepse, për pjesën më të madhe të tij, nuk aplikohet korja klasike, por një kulturë e dytë e njohur në nivel lokal si safrinja ose korje e vogël. Fermerët mbjellin të korrën e parë, zakonisht soje me vlerë të lartë, gjatë sezonit kryesor të shirave. Sapo korret soja, ata mbjellin menjëherë një të korrën e dytë të misrit në të njëjtën fushë përpara se të fillojë sezoni thatësirës. Ky sistem i dyfisht i kultivimit i lejon Brazilit të arrijë vëllime masive vjetore të misrit, duke e bërë atë një nga prodhuesit kryesor global. Avantazhet thelbësore krahas kultivuesve të tjerë masiv janë hapësira e bollshme për zgjerim dhe klima e favorshme. Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe pse në vendin e dytë, produktiviteti dhe fuqia e eksporteve është e jashtëzakonshme, kryesisht për misrin dhe grurin. Shtetet e Bashkuara ruajnë përherë vendin e parë për eksportet në të gjitha tregjet globale. Tiparet unike të sistemit të tyre bujqësor janë teknologjia e pakrahasueshme, toka e gjerë e dedikuar për kultura shumë të specializuara dhe një infrastrukturë ndërtuar për tregti globale. Shtetet e Bashkuara janë prodhuesi më i madh i misrit në botë, me rendiment që shkon në mbi 1/3 e furnizimit global. Prodhimi është përqendruar shumë në shtetet e rripit të misrit, si Iowa, Illinois, Nebraska, Minnesota e të tjerë, të cilat shfrytëzojnë tokë të përshtatshme, klimë ideale dhe teknologji të përparuar për të arritur rendimente jashtëzakonisht të larta. Pjesa më e madhe e këtij misri nuk përdoret për konsum njerëzor, por për nevoja të ndryshme si ushqim për blegtorin dhe furnizimi me energji industriale masive të mishit të viçit, derit dhe shpendëve. Fermat amerikane janë zakonisht të mëdha, duke lejuar përdorimin e pajisjeve bujqësore precize në shkallë të gjerë, traktorët e udhëhequr nga GPS, vlerimi bazuar në sensor. Kina, vazhdimisht ajo rezulton prodhuesi më i madh në botë si për orizin, grurin dhe misrin. Roli i Kinës në prodhimin global të drithërave është tepër unik sepse vepron në një shkallë kaq masive, megjithatë shpesh funksionon si një sistem i izoluar. Një nga arsyet kryesore që qëndron në këtë sektor është angazhimi intensiv ndaj sigurisë ushqimore për popullsinë e saj masive, e kombinuar me burimet e gjëra gjeografike dhe praktikat bujqësore. Ndryshe nga eksportuesit kryesor si Shtetet e Bashkuara ose Rusia, pjesa më e madhe e prodhimit të drithërave të Kinës konsumohen brenda vendit. Ushqyerja e një popullsie prej mbi 1.4 miliard njerëzish është shqetësimi kryesor i qeverisë, duke çuar në politika agresive që japin përparësi prodhimit bujqësor. Për rrjedhoj, Kina synon vetëm mjaftueshmëri, pothuajse të plot në 3 drithërat e saj kryesore: orizin, grurin dhe misrin. Bujqësia më produktive zhvillohet në pellgjet kryesore të lumenjve si lumi Yangtze, oriz dhe lumi i verdhë, grur. Këto zona kanë toka të pasura natyrisht dhe burime të qëndrueshme ujore. Fermerët kinez shpesh arrin disa nga rendimentet më të larta të korrave për hektar në botë përmes metodave intensive të bujqësisë, duke përfshirë përdorimin e gjerë të plehrave, sistemeve të ujitjes të menaxhuara me kujdes dhe kultivimin e varieteteve moderne të farërave me rendiment të lartë.